dënimi i krerëve të ushtrisë shërbimarrëve të Kosovës, ekskluzivisht i Hashim Thaçit, është kthem prapa, kthem para pavarësisë Kosovës. Pse është kthem prapa? Sepse nëpërmes Hashim Thaçit, që ka qenë udhëheqësi i ushtrisë shërbimarrëve të Kosovës, është arrit liria. Firma e tij është te marrëveshja Rambujës. Firma e tij është tek pavarësia e Republikës së Kosovës, është shpollësi i pavarësisë. Firma e tij është te formimi i ushtrisë, te konsolidimi i shtetit, në juhje të partneritetit e zotërit Deta ka qenë vetë diplomat. Dhe unë nuk e di njerëz çush nuk po e kuptojnë të Hashim Thaçi është një individ shumë është e vërtet, po Hashim Thaçi nuk është të diskutu pse në brojë ka marrë notën 2 në matematikë shembull, ose 5. Nuk është të gjyku ai për një aspekt personal, po është të gjyku ushtria shërbimarrëve e Kosovës, është e quajtur organizatë e përbashkët kriminale. Këto unë nuk e di, ky si term është jashtëzakonisht kontaminues për luftën e ushtrisë shërbimarrëve të Kosovës. Është tepër shqetësuese. Shtimet që po më nej vënimet, shtimi i kohës. Nuk ka të bëjë më kjo me aktin zotëri Mustafa, me aktin voluminor. Me çka ka të bëjë? Voluminose kjo ka të bëjë me atë aspektin që ne pajtona me zotërin Deta, ka të bëjë me aspektin politik në Kosovë. Te ki një qeveri politikës Kosovës, me në krye Albin Kurtin dhe sejmenet e tij, që dhe ti kanë çunë hog me fjalë tyne. I kanë thotë ti je kriminal. Ajo i ka thonë Kadri Veselit ti je kriminal. Ki fjalime gjata të Albin Kurtit. Mirë po, Albin Kurti nuk ju ka thonë kriminal pëse keni luftu. Ik në korrupsion, në mënyrë që mi bin njerëz që këta janë kriminal, mi diskreditu. Bin Kurti dhe lëvizja të vendosje, do ta dinë qytetarët e Republikës së Kosovës janë personat kryesor që i kanë diskreditu figurat e luftës duke moralizuar, duke jau pështjell me korrupsion njerëzve. Dhe tash njerëz që kanë një ndinë inferior, qoftë në të arriturat e tyre personale, qoftë në dëshimet personale, mendojnë që për dëshimet e tyre i ka faj Hashim Thaçi, i ka faj Kadriu e kështu me radhë. Domethënë problemi është më i thellë se kaq. Madje dëshmitarët i vetë përmend. Dëshmitarët shqiptarë që kanë shkruar në Hog. Një pjesë e tyre. Më shumë janë njerëz që u shku njeri ka lyp lupa. Dëshmi banale. Domethënë u shku tjetri ka ful për romancë aty. Domethënë është komplet qesharake. Është komplet një problematik e cila unë i kam dyshimet e mia. Përderisa kjo gjykatë ka bërë trajtimin çnjerëzor ndaj udhëheqësve të vendit tu, njerëzve që kanë sjellë lirinë, ndaj krerëve të ushtrisë shërbimarrëve të Kosovës, e ka poshtruar shtetin tonë dhe unë uroj që ata të lirohen të gjithë. Për arsye se ata nuk do të më morë hiç. Okej. Imere?